Në një mëngjes Krishtlindjesh, kur shtëpia mbante një erë të këndshme pishe dhe qirinjtë vexullonin qetësisht në pemë në një pritje dritëruese të një mrekullie, mes dhuratave të larmishme vare një çorape e madhe me vija. Pikrisht aty ishte ullur banori i ri i dhomës së fëmijëve, Lepuri prej Plush. Ai ishte qepur me kujdes nga një kadife kafe e butë e pabesueshme. Kishte mustake të vërteta të gjata prej fijeve dhe një hund të vogël roz, dhe brenda ishte i mbushur ngushtë me tallash. Në putrat e tij të mbushura, i vogli shtrëngonte me ndrojtje një degës me gjemba dushku. Përreth shkëlqenin dritat e ndritshme të festës, dhe Lepuri i lezetshëm dukej paksa i hutuar dhe krejtësisht i humbur në këtë botë të zhumshme, të stërmadhe dhe të re. Ai thjesht ishte qepur nga kadifeja e butë, por në gjoksin e tij të mbushur me tallash, tashmë rrihte një zemër e vogël, e gatshme për të dashur. Kur festa e zhumshme dhe e gëzueshme përfundoi përfundimisht, Lepuri u gjend në dhomën e fëmijëve, ku e priti një botë e ftohtë lodrash të tjera. Në këtë shoqëri mizore mbretëronte një hierarki e rrept dhe e pamëshirshme. Makinat e shtrenjta me kurdisje zukatnin me arrogancë, duke u mburur me mekanizmat e tyre të ndërlikuar dhe të shtritshëm. Pranë tyre ishin rreshtuar ushtarët e përsosur të plumbit dhe në një koltuk rrinte një kukull modele arrogante e veshur me mëndafsh të vërtet. Të gjithë shikonin të riun nga lart poshtë. Aristokratët mekanik mbureshin me zë të lartë për nyjet e tyre dhe çmimin jashtëzakonisht të lartë. Ata taleshin me keqdashje me thjeshtësinë e Lepurit, duke e përbuzur sepse ishte bërë nga kadifeja e zakonshme dhe talashi i thjesht i drurit. Mes kësaj madhështie të ftohtë, i vogli Gëzof ndihej krejtësisht i vockël, i vetmuar dhe i parëndësishëm. Ata kishin zemra me kurdisje dhe buzëqeshje të vizatuara, por nuk kishin shpirt për të kuptuar se vlera e një lodre nuk matet me arë, por me dashuri. Djali i zhytur plotësisht në lodrat e tij të reja dhe të shtritshme mekanike, e harroi shumë shpejt dhuratën modeste prej Plushi. Lepurin e shtyn pa mëshirë në cepin më të largët të dolapit të errët të lodrave. Aty dhe rodhi jeta e tij e zymt dhe pa gëzim. Ai u lej krejtësisht i vetmuar dhe i trishtuar në mënyrë të padurueshme, duke dëgjuar me melankoli tingujt e largët të lojrave të gëzueshme në të cilat ai nuk kishte vend. Për orë të tëra, i vogli i gjor mendonte me trishtim për fatin e tij të hidhur. Ai donte aq dëshpërimisht të ishte i nevojshëm për dikë që të luanin me të çdo ditë, por tani ndihej vetëm si një grumbull i padobishëm pëllhure të lirë. Edhe tallashi i thatë brenda i dukej si një barë e rëndë që e tërhiqte poshtë. Në errësirën e dolapit, ai nuk ëndëronte për kopca të reja, por për ngrohtësinë e duarve të fëmijëve, të cilat do ta bënin atë të ndihej i gjallë. Por në dhomën e fëmijëve jetonte edhe një lodhër tjetër, të cilën të gjithë e respektonin në heshtje. Ishte kali i vjetër i urtë prej lëkure. Ai kishte qenë aty për një kohë aq të paimagjinueshme të gjatë, saqë e mbante mend qartë xhaxhain e djalit. Me kalimin e kohës, ai kishte humbur plotësisht krifën e tij të trash dhe bishtin, lëkura e tij kafe, ishte fërkuar dhe plasaritur shumë, por në sytë e mirë shkëlqente një mencuri e thellë dhe e vërtetë. Ai nuk ishte marrë kur pjesë në grindjet e marra të lodrave arrogante me kurdisje, duke e ditur shumë mirë se epoka e tyre e shkëlqyer është shumë e shkurtër. Pikrisht tek ai, Lepuri i vetmuar gjeti një mik të vërtetë dhe besnik.
Kali ishte jashtëzakonisht i sjellshëm me të dhe gjithmonë e trajtonte si krejtësisht të barabartë. Ai ishte i vjetër dhe i konsumuar, por çdo mbresë e tij ishte një kujtim dashurie dhe Lepuri u tërhoq instinktivisht drejt kësaj mençurie të qetë. Njëherë në mes të natës, kur dhoma e gjerë e fëmijëve u bë krejtësisht e qetë dhe vetëm hëna e zbeth ndriçonte mistershëm në dritare, Lepuri prej plushi vendosi t'i bënte Kalit të vjetër prej lëkure një pyetje që nuk e linte të qetë prej kohësh. Ai u zvarit me ndrojtje drejt tij dhe e pyeti në pëshpëritje. Më thuaj, të lutem, çfarë do të thotë të jesh i vërtet? I vogli me sinqeritet dhe shpresë shprehu dyshimet e tij shqetësuese. A do të thotë kjo të kesh patjetër brenda një mekanizëm që zukat me zë të lartë dhe një dorez hekuri që del jashtë si tek ato makinat? Ose të jesh i bërë nga porcelani i brisht si ajo kukulla e bukur? Lepuri nuk e kuptonte fare se cila ishte thelbi i vërtet i jetës. Ai kishte shumë frikë se natyra e tij e thjesht prej talashi e bënte atë përgjithmonë krejtësisht jo të vërtet. Pjetja e tij t'i ngëlloi në heshtjen e dhomës së fëmijëve, si lutja më e rëndësishme. Ai nuk po pyeste se si të punonte, por se si të ishte. Kali i vjetër prej lëkure e shikoi gjatë dhe me ëmbëlsi të voglin e shqetësuar me sytë e tij të paimagjinueshëm të mirë dhe me të vërtet të mençur. Në heshtjen e thellë të dhomës së fjetur, zëri i tij gërvishtës t'i ngëlloi ngadalë dhe solimnisht. Të vërtet, me siguri nuk e bëjnë në një fabrik të ftohtë, miku im i dashur. Ti bëhesh gradualisht i vërtet. Është një proces shumë i gjatë dhe i ndërlikuar. Ai pshertiu thellë dhe vazhdoi qetë të shpjegonte këtë sekret të madh. Ky transformim i mrekullueshëm ndodh vetëm atëherë kur një fëmijë të do sinqerisht për një kohë shumë të gjatë. Jo thjesht luan me gëzim me ty nga mërzia, por vërtet të do me gjithë zemrën e tij. Kur ti bëhesh për të jo thjesht një argëtim i radhës, por miku më besnik. Pikrisht kjo dashuri gjithëpërfshirëse është forca e vetme në botë, e aftë të frymëzoj përgjithmonë jetën e vërtet në një qenie të pajetë. Të jesh i vërtet. Kjo nuk është ajo prej së cilës je bërë, është ajo që ndodh me ty kur të duan. Lepuri prej plushi, pak i friksuar nga ajo që dëgjoi, mbajti frymën dhe pyeti me ndrojtje. A dhem shumë kjo? Kali i vjetër prej lëkure, që gjithmonë thoshte vetëm të vërtetën e pastër, u përgjigj ëmbël dhe qetë. Donjëherë po, por kur je me të vërtet i vërtet, nuk e ke as pak problem dhimbjen. Ai vazhdoi me mençuri. Kuptoje, deri në kohën kur bëhesh përfundimisht i vërtet, gëzofi yt i bukur fshihet plotësisht. Sytë të bien, bëhesh i rënuar dhe humbet formën tënde origjinale. Por besoje, kjo është krejtësisht e parëndësishme, sepse ti thjesht nuk mund të jesh i shëmtuar për atë të vetmin person që të do sinqerisht. Ti u dukesh i shëmtuar vetëm atyre njerëzve të ashpër që nuk kuptojnë asgjë fare nga ndjenjat e vërteta. Plagët dhe fërkimet e tua do të bëhen historia jote, harta e dashurisë sate, dhe ato do të jenë më të bukura se çdo kadife e re. Lepuri prej plushi mbeti thellësisht i impresionuar nga fjalët e mençura të Kalit të vjetër. Në heshtjen e dhomës së fëmijëve, ai shikoi i menduar putrat e tij të zhndritshme dhe lëkurën e tij gëzof. Jo shumë kohë më parë, ai krenohej me to, ndërsa tani kjo madhështi e jashtme i dukeje zbrazët. I vogli mendoi me butësi për djalin që flinte.
Në zemrën e tij të vogël, zuri vend një ëndër e madhe dhe e ndritshme. Ai donte dëshpërimisht të bëhej i vërtet. Për hir të kësaj mrekullie, ai ishte gati të duronte dhimbjen, të bëhej i rënuar dhe i konsumuar, vetëm për të njohur ndjenjen e dashurisë së sinqertë. Ai po binte në gjumë në heshtje, me shpresën se një ditë ora e tij do të vinte patjetër. Ai nuk donte më të ishte lodra më e bukur, ai donte të ishte më e dashura, edhe nëse kjo do t'i kushtonte atij lëkurën e kadifes. Një mbrëmje të zhumshme, në shtëpinë e madhe u ngrit një rrëmujë vërtet. Dadoja e rept nuk mund ta vinte Xhalin në gjumë, sepse qeni i tij i preferuar prej porcelani, me të cilin flinte gjithmonë, ishte zhdukur diku. Gjali po tekat e tij me zë të lartë, duke refuzuar kategorikisht të shtrihej në shtrat pa lodrën e tij të zakonshme. Duke nxituar dhe duke u ankuar e pakënaqur nën hund, Dadoja hapi dyert e dolapit të errët. Në rrëmujë sipër, dora e saj hasi aksidentalisht në veshin e butë prej kadifeje dhe lepurit, prej plushi të shtyrë në cep. Ja, mbaje, i tha ajo e acaruar. Mere lepurin tënd të vjetër, ai është shumë i butë, edhe me të mund të flesh. Ajo nxitoi ta fuste lepurin direkt në duart e Gjalit të mërzitur dhe fiku shpejt dritën në dhomën e fëmijëve. Fati i tij u vendos në errësirë, me një gjest të pakujdesshëm të Dados, e cila as nuk dyshonte se i kishte dhuruar atij një botë të tërë. Kur u gjend në shtrat, Gjali mori me kujdes lepurin prej plushi dhe e shtrëngoi shumë fort pas vetes. Në fillim, të vogli të pamësuar me një vëmendje të tillë, i ishte haptazi i pakëndshëm. Hunda e tij e vogël roz u fut fell në jastëkun e fryrë. Në një organin e rënd të pufit u bë jashtëzakonisht nxehtë, dhe dora e fëmijës po ja shtrëngonte trupin e kadifes shumë fort. Por gradualisht, lepuri u qetësua. Ai me gjithë qenien e tij ndjente erën e ngrohtë dhe të njohur të Gjalit. Në heshtjen e natës, dëgjonte frymëmarrjen e tij të rregullt dhe rrahjen e qetë të zemrës së Gjal. Çdo siklet u zëvendësua shpejt nga një ndjenjë gjithëpërfshirëse e rehatisë, sigurisë dhe paqes së pakufishme. Pak para gjumit, Gjali i pëshpëriti me ëmbëlsi në vesh. Natën e mirë i miri im. Dhe atëherë, lepuri kuptoi përfundimisht se ishte në shtëpi. Në këtë përqafim të ngushtë, ai gjeti më shumë liri se sa në dolapin e gjerë, sepse tani ai nuk ishte më i vetëm. Që nga ajo natë magjike, jeta e lepurit prej plushi ndryshoi përgjithmonë. Ai nuk u kthye më kurrë në dolapin e pluhurosur dhe të errët. Tani i vogli gëzof u bë shoqëruesi besnik dhe i përhershëm i Gjalit. Çdo natë ai flinte ëmbël mete në shtratin e ngrohtë, duke ruajtur ëndrat e tij të qeta. Ndërsa gjatë ditës fillonte argëtimi i vërtet. Djali e merrte lepurin me vete kudo në shëtitje të gjata, e drejtonte me kujdes në një karrocë druri dhe ndërtonte shtëpi të larta dhe të bukura për të nga kubet me ngjyra. Lepuri ishte absolutisht i lumtur. Ai ndihej me gjithë qenien e tij shumë i nevojshëm, jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i dashur, duke marrë pjesë me entuziazëm në të gjitha lojrat dhe aventurat e mrekullueshme. Ai u bë hija e Gjalit, i besuari i tij dhe pjesëmarrësi në të gjitha fitoret e tij të vogla, por kaq të rëndësishme fëminore. Një ditë, kur Gjali doli për të shëtitur, Dadoja e rept filloi të pastronte. Ajo e ngriti me neveri lepurin e gjorë nga dyshemeja dhe mërmëriti me pakënaqësi. Kjo lodhër e vjetër e pluhurosur gjithmonë është në përkëmbë. Djali, i cili u kthye në atë moment, rastësisht dëgjoi fjalët e saj fyese. Ai vrapoi me shpejtësi
E rëmbeu menjëherë të preferuarin e tij nga duart e saj dhe e shtrëngoi fort në gjoksin e tij. Sytë e tij të mëdhenj digjeshin shkëlqyeshëm nga një zemrim i drejtë. Mos guxo të flasësh ashtu, bërtiti ai me zë të lartë. Ai nuk është as pak një lodhër. Ai nuk është i pluhurosur. Ai është i vërtet. Lepuri prej plushi ngriu kur dëgjoi fjalët e dëshiruara, dhe zemra e tij e vockël prej tallashit të thjesht ishte gati të shpërthente nga një lumturi e jashtëzakonshme. Mrekullia e madhe për të cilën kishte folur Kali i mençur, më në fund ndodhi. Kjo fjalë, e shqiptuar me pasion fëmijëror, e shpoi atë tepërtej, dhe ai e ndjeu se si magjia e dashurisë po ndryshonte çdo fije të tij. Erdhi një verë e mrekullueshme e ngrohtë, dhe lepuri prej plushi, me gjalinë e tij të dashur, u bën krejtësisht të pandashëm. Në kopshtin e gjelbër valonin gjatë gjithë ditës lojra argëtuese. Gjali ndërtonte me kujdes kasole të rehatshme nga degët e freskëta për mikun e tij, dhe të dy organizonin piknik të mrekullueshëm direkt në barin e butë. Lepuri thithte me gëzim erën e ëmbël të luleve shumë gjyrshe, zhytej në ngrohtësinë e diellit të ndritshëm dhe ndjente freskinë e këndshme të vesës së mbrëmjes. Për të gjithë të tjerët, ai mbetej thjesht një lodhër e vjetër, por për gjalin dhe për veten e tij, ai ishte me të vërtetë i gjallë. Ai ishte absolutisht i lumtur, ashtu siç mund të jetë e lumtur vetëm ajo qenie që e duan sinqerisht. Dieli ngrohte shpinën e tij prej kadifeje dhe atij, i dukej se e gjithë bota ishte krijuar vetëm që ai dhe gjali të luanin në të përgjithmonë. Nga lojrat e vazhdueshme argëtuese dhe dashuria e pakufishme, lëkura e lepurit prej plushi filloi të ndryshonte me shpejtësi. Kadifeja e tij e ndritshme kafe u konsumua dukshëm në qepjet, duke u bërë gri dhe krejtësisht e zbeth. Një ditë, bishti i tij gëzofu shkëput dhe dadoja që ishte gjithmonë e zënë e qepi përsëri me fije të ashpra e të trasha. Dhe hunda e tij e vogël roz gati e humbi plotësisht ngjyrën origjinale nga puthjet e panumërta të ngjehta të gjalit të adhuruar. Por lepuri nuk ishte as pak i trishtuar për bukurinë e humbur. Përkundrazi, ai shikonte të gjitha fërkimet dhe plagët e tij me një krenari të madhe dhe të sinqertë. Miku gëzof e dinte me siguri se këto ishin gjurmë të çmuara të dashurisë së vërtetë. Për sytë e huaj dhe indiferent, ai po bëhej gjithnjë më pak i bukur, por për djalin e përkushtuar, ai bëhej vetëm më i shtrenjtë. Ai humbi shkëlqimin e tij, por fitoi diçka më të madhe, butësinë dhe ngrohtësinë, që i kanë vetëm ata që kanë jetuar një jetë të gjatë dhe të lumtur. Një mbrëmje të ngrohtë i zhytur në lojë, djali e harroi aksidentalisht lepurin prej plushi në barin e dendur pranë vet pyllit. Kur u ersua, nga shkurret që fshfritnin vrapuan papritmas lepuj të vërtet, të egër dhe të gjallë. Duke vënë re të huajin, ata ju afruan me një kurreshtje të kujdesshme, filluan ta nuhasin me mosbesim dhe ta shtyjnë pa ceremoni me hundët e tyre të lagura. Kontrasti ishte i theksuar. Kafshët e shkathëta kërcenin me mjeshtëri rreth lodhërës së ngrirë. Vetëm shikoje atë, ofshau me përbuzi njëri prej tyre. Ai nuk mban fare erë lepuri, dhe nuk ka këmbë të pasme, ato thjesht janë të qepura me një fije. Bisha e egra qeshën me keqdashje direkt në fytyrën e tij. Ti nuk je as pak i vërtet, ti as nuk di të kërqesh. Ata u zhdukën menjëherë në errësirë, duke e lënë të voglin prej plushit të shtrirë vetëm, thellësisht të poshtëruar dhe plotësisht të hutuar në barin e lartë.
Ata e gjykuan atë nga era dhe aftësia për të kërcyer, duke mos ditur se të jesh i vërtet. Kjo është diçka që ndodh brenda, jo jashtë. Lepuri prej plushi mbeti krejtësisht i vetëm në barin e lartë. Ai ishte thellësisht i trishtuar. U përpoq me të gjitha forcat të lëvizte putrat e tij të qepura, por nuk mundi. Ndoshta ata kanë vërtet të drejtë, mendoi ai me dëshpërim. Por pastaj u shfaqën fjalët e shtrenjta të gjalit. Ai është i vërtet. Lepuri kujtoi qartë ngrohtësinë e duarve të fëmijëve dhe bisedat e tyre të gjata të natës. Dhe dyshimet e tij të rënda u shpëndan menjëherë. Çfarë mund të dinë këto bish të egra për dashurinë? Mendoi ai i sigurt. Unë jam i vërtet, sepse kështu tha gjali im, dhe kjo është më e rëndësishmja. Kur gjali më në fund u kthye për të, lepuri ishte i lumtur si asnjëherë më parë. Taljet e tyre u shkrin në ajrin e mbrëmjes, ndërsa dashuria e gjalit mbeti me të, duke i ngrohur zemrën e tij, prej talashi më sigurt se çdo gëzof. Vera e pakujteshme fluturoi dhe erdhi vjeshta e shiut dhe e xëmt. Një mbrëmje alarmante. Gjali nuk donte fare të luante, por qëndroi i qetë në shtratin e tij. Fytyra e tij e vogël digjej në mënyrë të frikshme dhe syt i shkëlqenin në mënyrë të panatyshme nga temperatura e lartë. Në gjithë shtëpinë e madhe mbretroi një ankth i rënd. Dadoja e shqetësuar vraponte her pas here me peshqir të ftohtë të lagur, ndërsa prindrit e zbethët pëshpëritnin të friksuar në korridorin e errët. Së shpejti erdhi një doktor i rept me syze të zhdritshme dhe dha një diagnozë të tmerrshme: skarlatina. Lepuri prej plushi rrinte i palvizur pranë tij në jastëk, duke ndjerë me gjithë qenien e tij nxehtësinë e frikshme që buronte nga miku i dashur. I vogli kuptoi me tmerr se kishte ndodhur diçka thellësisht e keqe. Hija e sëmundjes ra mbi dhomën e fëmijëve dhe e qeshura e gëzueshme u zëvendësua me frymëmarrje të rëndë dhe erën e ilaçeve. Xhali i sëmurr hidhej e përdridhej rënd në jermin e nxehtë, duke thirrur vazhdimisht lepurin e tij të dashur. Dadoja e alarmuar u përpoq t'i merrte lodrën prej plushi, por gjali refuzoi kategorikisht ta lëshonte, duke e shtrënguar fort me gishtat e tij të dobësuar dhe të nxehtë. Kështu, lepuri besnik mbeti përgjithmonë në shtratin e tij. Ai u shtri i qetë në batanien e rënd, duke u shtrënguar fort pas brinjës përvëluese të nxehtë të pronarit. Miku prej plushi e kishte padurueshmërisht të nxehtë, jashtëzakonisht të pakëndshme dhe kishte shumë frikë. Por ai nuk guxonte as të lëvizte, nga frika e tmerrshme, se mos rastësisht shqetësonte gjumin e brisht të sëmurit. Në këto net të gjata e të errta, ai u bë roja më besnike dhe e përkushtuar, duke ruajtur pa pushim qetësinë e djalit. I vogli ishte gati pa u menduar të ndante me të absolutisht çdo dhimbje, vetëm që atij t'i bëhej qoftë edhe pak më lehtë. Ai ishte i vogël dhe i butë, por në këtë betejë me sëmundjen e tmerrshme, ai qëndroi po aq i palëkundur sa ushtari më i paepur i plumbit. Në orët më të vështira dhe më të errëta të natës, kur gjali i sëmur qante me hidhrim në gjumin e tij të trazuar, lepuri prej plushi fillonte të vepronte. Ai ngjeshej me besnikëri me fytyrën e tij të vjetër e të fërkuar, fare pranë veshit të pronarit, dhe pa zë i përcilte atij mendimet e tij më të fshehta. Kujto kopshtin ton të gjelbër, kujto dielin e ngrohtë të verës. Ne patjetër do të luajmë përsëri ku ka fshehti me gëzim.
vetëm mbahu I miri im. I lutej në mendje miku Gëzof. Dhe ndoshta një mrekulli e vërtet. Djali, sikur e dëgjonte atë qartë përmes migullës së sëmundjes, frymarrja e tij e ndërprer rregullohej gradualisht, dhe makthet e tmeshme tërhiqeshin me bindje. Lepuri I jepte atij pa asnjë rezervë gjithë ngrohtësinë e tij të grumbulluar dhe dashurinë e tij të madhe, duke u bërë kështu ajo spirancë shpëtimtare që e mbante fort djalin në këtë botë. Pëshprima e tij e heshtur ishte më e zhumshme se zhurma e etheve, dhe ai e udhëhiqte djalin përmes pyllit të errët të klapis përsëri drejt dritës. Kriza e tmerrshme më në fund kaloi. Një mëngjes të ndritshëm, djali u zgjua dhe bali I tij ishte krejtësisht I freskët. Ai ishte ende shumë I dobët, por buzëqeshte me gëzim, duke e përkëdhelur ëmbël lepurin prej plushi në kokë. Doktori I rrept konfirmoi lehtësuar. Rreziku vdekjeprurës kishte mbetur përgjithmonë pas. Prindrit e lumtur qanin në heshtje nga gëzimi. Lepuri, jashtëzakonisht I lodhur dhe shumë I dhubrosur gjatë këtyre netëve pa gjumë, gjithashtu ishte absolutisht I lumtur. Ai kishte përmbushur me nder detyrën e tij, duke mbetur me besnikëri pranë, duke dëshmuar se ishte një mik I vërtet. I vogli Gëzof priste me padurim rikthimin e shpejt në lojrat e tyre argëtuese në kopsht, pa dyshuar fare se misioni I tij kryesor tashmë kishte përfunduar. Dielli hodhi përsëri dritë në dhomën e fëmijëve, duke ndriquar fytyrën e zbeth të djalit dhe mikun e tij besnik e të cfilitur, I cili kishte fituar në këtë betejë së bashku me të. Doktori I rrept, duke ekzaminuar me vëmendje djalin që po shërohej përfundimisht, u deklaroi me siguri prindërve të gëzuar se për një shërim të plot, fëmijës tani nevojitej jetësisht ajri I pastër I detit. Që nesër nisuni për në det, urdhëroi ai në mënyrë të prerë. Por para këtij nishjeje urgjente, mjeku urdhëroi kategorikisht të kryhej një dezinfektim I plot në shtëpi. Të gjitha librat, lodrat e buta dhe çdo gjë që ai ka prekur gjatë sëmundjes së tij të rënd duhen djegur menjëherë, tha doktori me një ton të akult, thellësisht zyrtar. Ato janë plot me mikrobe të rrezikshme. Këto fjalë të pamëshirshme tingëlluan si një dënim përfundimtar me vdekje për lepurin e gjorë prej plushi, I cili gjatë gjithë këtyre ditëve të tmerrshme kishte qenë më afër se kushdo tjetër me të sëmurin. Fjalët e tij isin të sakta për shkencën, por vdekjeprurese për dashurinë. Dhe në atë çast, shpëtimtari u kthye në një mbeturinë të rrezikshme. Gjali I lodhur pyeti në heshtje: "Po lepuri im I dashur?" Doktori I rrept e mori mikun Gëzof me neveri me dy gjishta, sikur të ishte një ndyrësirë e përshtirë. "Këtë gjë të vjetër dhe të pisët?" pyeti ai I indinjuar me një neveri të pafshehur. "Ajo është thjesht një vatër e vërtet e një infekcioni të tmerrshëm. Në zjarr me të, menjëherë." Me këto fjalë mizore, ai e hodhi lepurin pa kujdes në dyshemen e ftohtë. Prindrit e friksuar menjëherë filluan të qetësonin djalin e tyre, duke I premtuar me ëmbëlsi se do t'i blinin një lepur krejtësisht të ri, të bardhë verbues. Djali, I raskapitur në sëmundja, ishte shumë I dobët për të debatuar me ta. Ai thjesht mbili syt pa fuqi dhe ra në një gjumë të thellë, duke mos e kuptuar plotësisht deri në fund tërë tmerrin e asaj që po ndoste përreth. Atë e quajtën gjë dhe e hodhën në dysheme, dhe në atë rënie kishte më shumë dhimbje se sa në të gjitha plagët dhe humbjet e tij të mëparshme. Dadoja hyri me nxitim në dhomën e fëmijëve me një thes të madh prej kanavaçe. Ajo filloi të mblidhte shpejt dhe krejtësisht pa mëshirë
librat e vjetër, lodrat e thyjera dhe mbeturinat të tjera të panevojshme. Kur vuri re lepurin prej plushi, ajo e ngriti pa kujdes për veshje e fërkuar dhe pa mëshirën më të vogël e flaki në fund fare. I vogli u gjend menjëherë në një errësirë të plot, i mbuluar me ragje të pista. Përmes pëllhurës së trash, ai dëgjoi me një tmerr në rritje se si po e merrnin përgjithmonë gjalinë e tij të dashur. Lepuri e kuptoi përfundimisht se i kishin ndarë pa mëshirë. Ai ishte shumë i tronditur nga ajo që kishte ndodhur, për t'i bërë qofte edhe pak rezistencë fatit të tij mizor. Dadoja e lidhi fort një nyj të ashpër dhe me nëncitim e nxori barën e rënd nga dhoma e zbrazur. Thesi e gëlltiti atë si goja e një përbindëshi, dhe ai mbeti vetëm në errësirën që mbante erë pluhur dhe hares. Kopshtari, të cilit i ishte ngarkuar rrethësisht të digjte të gjitha gjërat, ishte shumë i zënë dhe vendosi ta shtynte punën për të nesërmen në mëngjes. Ai e holdi thesin e rëndë në oborin e shtëpisë, pranë gardit të vjetër, ku zakonisht digjeshin gjethet e thata të vjeshtës. Kopshtari e flaki thesin në tokë me aq pa kujdesi, sa që nyja e ashpër u lirua pak, dhe lepuri prej plushi arriti të dilte jashtë. Ai ishte ulur krejtësisht i vetëm në tokën e lagësht dhe të ftohtë. Ra një mbrëmje e zymt, friu një erë e akullte mpreth. Në distancë shkëlqenin dritat e ngrohta në dritaret e dhomës së tij të dashur, ku ai kishte qenë aq i lumtur pa kufi. I vogli e kuptonte me hidhrim se të nesërmen në mëngjes do ta digjnin pa mëshirë. Ai dridhej lehtë, jo nga i ftohthi i mpreth, por nga vetmia therse dhe padrejtësia e tmerrshme, e cila nuk mund të riparohej. Ai shikonte drejt dritaredhe, pas të cilave kishte mbetur jeta e tij, dhe e kuptonte se për dashurinë ndonjëherë nuk mjafton të jesh i vërtet nga brenda, nëse bota jashtë ka vendosur që ti je vetëm një mbeturin. Lepuri prej plushi ishte ulur i qetë në errësirën e frikshme të kopshtit të ftohtë, duke u zhytur në kujtimet e jetës së tij të mrekullueshme. Ai e kujtonte me butësi atë verë të shkujdesur e të lumtur, lojrat e tyre argëtuese në kopshtin e gjelbër dhe fjalët e mençura të kalit të vjetër prej lëkure. Në kujtesë, i tinglonte qartë zëri i kumbueshëm i djalit, i cili me siguri e kishte quajtur të vërtet. I vogli e kuptonte kristal qartë se e gjithë kjo kishte qenë një e vërtet e pastër dhe e bukur. Por tani, kjo jetë e mrekullueshme do të zhdukej përgjithmonë në zjarrin e pamshirshëm të mëngjesit. Atë e pushtoi një ndjenjë trishtimi jashtëzakonisht e thellë dhe therse. Miku gëzof ndihej aq i vockël dhe absolutisht i pambrojtur para kësaj bote të madhe e indiferente. Të gjitha këto kujtime kalonin para tij si piktura të ndritshme, dhe secila prej tyre ishte një thesar, të cilin ai nuk mund ta merrte me vete në zjarr. Përse? Mendonte lepuri prej plushi me dëshpërinë dhe hidhrinë të thellë i ulur në tokën e ngrirë. Përse duhet në të vërtetë të jesh kaq shumë i dashur? Përse ta humbasësh përgjithmonë bukurinë tënde gëzof dhe të bëhesh i vërtet, nëse në fund të hedhin thjesht pa mëshirë në plera? Papritur ju duke qartë se të gjitha fjalët e mençura të kalit të vjetër prej lëkure ishin vetëm një gënjeshtër e bukur, por mizore. Ky realitet i lavdëruar i kishte sjell atij në fund vetëm një dhimbje të padurueshme dhe një vetmi të ftohtë. Zemra e tij e vogël dhe besnike, e bërë nga talashi i thjesht i drurit, u shtrëngua me dhimbje nga një ofendim i ngjehtë për këtë padrejtësi monstruoze. Në këto orë të errët, ai ndihej thellësisht i tradhtuar as pak nga gjali i tij i aduruar,
por nga vetë jeta e pashpirt, e cila ishte tallur mixorisht me ndjenjat e tij. Dhe pyetja e tij me meqe dhe e hidhur u ngrit drejt hyjeve, duke pyetur se pse çmimi për dashurinë është harresa. Dhe ja, në këtë moment të zymt të dëshpërimit të plot dhe vetmisë së akullt, ndodhi diçka krejtësisht e pabesueshme. Nga syri i tij i zhdritshëm e i zi si kops, i cili gjatë jetës së tij të gjatë kishte parë aq shumë lumturi të pakufishme dhe aq shumë hidhrim të thellë, papritur rodhi një lot i vërtet, i ngjehtë, i lagësht dhe i kripur. Ai u rokullis shumë ngadalë, sikur ndalonte me ndrojtje në çdo qepje të fijes, mbi hundën e tij prej kadifeje të fërkuar shumë. Më në fund, ai u shkëput rënd dhe ra pa zë në tokën e lagësht dhe të ngrirë. Kjo ishte një provë e padiskutueshme dhe e vërtet se i vogli gëzov me të vërtet ishte bërë i gjallë. Në fund të fundit, lodrat e zakonshme dhe të zbrazëta nga brënda nuk qajnë kur nga dëshpërimi. Aq hidhur dhe sinqerisht, qajnë vetëm ato qenje që kanë një shpirt të vërtet. Ishte vetëm një pikë, por në të kishte më shumë jetë se sa në të gjithë mekanizmat e botës, sepse ishte një lot i dashurisë së vërtet. Aty ku ra loti i ngjethë dhe i kripur, toka e ftohtë dhe e ngrirë papritur filloi të shkëlqejë qetësisht me një dritë të butë dhe çuditërisht misterioze. Pikrisht para syve të lepurit prej plushit të mahnitur, nga ky shkëlqim magjik depërtoi menjëherë një filiz i vogël, por jashtëzakonisht i fortë jeshil. Ai u zgjat me shpejtësi lartë, duke u shtëruar mrekulisht në një lule mahnitse dhe të papar, me gjethe të holla të gdhendura prej smeraldit të shtriqëm dhe me një syth të mrekullueshëm e të rënd prej ari të kulluar. I voji e shikonte i magjepsur këtë mrekulli të bukur, duke harruar krejtësisht në një çast hidhrimin e tij të thellë dhe frikën që po afronte. Sythi i artë u drodh lehtë dhe filloi të hapej shumë ngadalë dhe solemnisht drejt qiellit të errët të natës. Hidhrimi i tij që kishte rënë në tokë mbriu me shpresë dhe lulja e artë u bë përgjigja për pyetjen e tij me meqe. Sythi i rënd i artë më në fund u hap plotësisht dhe nga thelësia e tij e shkëlqyeshme doli pa probleme një zanë e bukur. Ajo nuk u ngjante as pak zanave të zakonshme me krah nga librat e vjetër. Prej saj buronte një dritë jashtëzakonisht e butë, që të kujtonte aq shumë dritën e rehatshme të mbrëmjes në dhomën e saj të dashur të fëmijëve. Në sytë e saj të qartë shkëlqente një mençuri e pakufishme dhe një mirësi amtare. Ajo u afrua e qetë te lepuri prej plushi, duke mos pasur as pak neveri për lëkurën e tij të pistë dhe të ndotur. Zana e mori me kujdes të voglin që dridhej në krahët e saj dhe e puthi shumë butësisht, pikërisht në hundën prej kadifeje të fërkuar, të cilën djali e kishte puthur aq shpesh. Ajo nuk ishte ardhur nga një përrall, por nga vetë zemra e fëmijërisë, për të shpëtuar atë që bota e të rriturve e konsideronte të panevojshme. Lepur i vogël, tha ajo ëmbëlsisht me një zë të mrekullueshëm, aq të ngjashëm me tingullin e butë të këmbanave të argjenta. A e di ti se kush jam unë? I vogli tundi kokën me ndrojtje, duke mos ia ndarë sytë fytyrës së saj të mirë dhe të zhdritshme. Unë jam zana e mirë e magjisë së fëmijërisë, shpjegoi me qetësi dhe mencuri shpëtimtarja. Puna ime kryesore është të kujdesem me dashuri për ato lodra që fëmijët i kanë dashur me të vërtetë, sinqerisht dhe fort. Kur ato bëhen të vjetra, të konsumuara dhe të panevojshme për askënd tjetër, unë i marr përgjithmonë me vete dhe u dhuroj atyre një jetë të re
dhe të lumtur. Lepuri i dëgjonte me vëmendje dhe i magjepsur fjalët e saj të ngrohta dhe qetësuese, dhe frika e tij e fundit po zhdukej pa lënë gjurmë. Ai e kuptoi përfundimisht me zemrën e tij të vogël se e gjithë kjo nuk ishte qenë as pak e kotë. Dashuria jote nuk u zhduk, ajo më thiri mua, sepse asgjë e vërtet nuk mund të harrohet apo të shkatërohet. Ti ishe krejtësisht i vërtet për djalin, vazhdo ëmbëlsisht Zana e bukur, duke e përkëdhelur butësisht veshin e tij, sepse ai të donte sinqerisht me gjithë zemrën e tij të zjarrt. Ajo bushqeshi butësisht dhe inkurajuese përmes shkëlqimit të saj misterioz të artë. Por tani, miku im i dashur, thot ajo solemnisht dhe me gëzim, unë erdha këtu për të bërë të vërtet për të gjithë në këtë botë të stërmadhe. Të vërtet për gjithmonë. Ti nuk do të jesh më kur thjesht një lodër e vjetër dhe e haruar nga të gjithë. Ti do të jetosh me gëzim dhe i lirë për gjithmonë. Lepuri prej plushi mbajti frymën dhe po e shikon shpëtimtaren e tij të mrekullueshme me një shpresë të madhe që po i ngrinte zemrën. Në këtë moment të shenjtë, ai e kupton me gjithë qenien e tij të vockël se ëndra e tij më e shtrenjtë më në fund po bëhet realitet. Ti e meritove jetën, jo sepse ishe qepur, por sepse dije të doje. Dhe tani kjo dashuri do të bëhet mishi dhe gjaku yt. Zana e bukur e puti përsëri me dashuri. Papritur, lepuri prej plushi ndjeu një shpinë të çuditshëm, por jashtëzakonisht të këndshëm në të gjithë trupin e tij të vogël. Putrat e tij të vjetra prej kadifeje po ndryshonin me shpejtësi, duke u bërë jashtëzakonisht gëzof dhe të forta. Veshët e tij papritur filluan të dridheshin me gëzim krejtësisht vetvetiu. Talashi i thatë brënda po zhdukej përgjithmonë, duke i lënë vendin muskujve të vërtet, të gjallë dhe kockave të forta. Zana e mirë e vendosi me kujdes në barin e butë jeshil. I vogli bëri hapin e parë shumë të pasigut, dhe pastaj një kërcim të ndrojtur, dhe kuptoi me entuziazëm se tani mund të kërcente me të vërtet, pa asnjë ndim nga jashtë. Ai me të vërtet ishte bërë një lepur i egër, i gjallë dhe krejtësisht i vërtet. Ai u shtyn nga toka me putra të vërteta dhe të forta, dhe ky kërcim ishte një kërcim nga bota e gjërave në botën e qenieve të gjalla. Lepuri i sapo bërë kërcente me një entuziazëm të egër në përbarin e gjelbër. Zana e bukur e udhëhoqi me ëmbël sipas vetes në pëllin e natës. Aty në lëndin i prisnin tashmë lepujt e tjerë të egër, po ata nga çmues që kishin qeshur mizorisht me të jo shumë kohë më parë. Por tani gjithçka kishte ndryshuar. Ata e pranuan atë me gëzim si vëllain e tyre, e nuhatën miqësisht nga të gjitha anët dhe e thirrën me gëzim për të luajtur. Lepuri ishte absolutisht i lumtur, për të filloj një jetë e re, e mrekullueshme dhe vërtet e lirë mes barërave të dendura të pëllit. Por në zemrën e tij të vogël, që tani rrihte, mbeti përgjithmonë një kujtim i ndritshëm i djalit të dashur. Pylli e pranoi atë, dhe drita e hënës luante mbi gëzofin e tij të ri e të butë. Por diku në thelësitë të shpirtit të tij, lepura ka i ende mbante mend ngrohtësinë e krevatit të fëmijëve. Kaloi një dimër i gjatë dhe me borë, dhe më në fund erdhi pranvera e ngrohtë dhe e shumë pritur, duke zgjuar të gjithë natyrën. Djali, tashmë plotësisht i shëndetshëm, i forcuar dhe dukshëm më i rritur, u kthye i lumtur në shtëpi pas një udhëtimi të gjatë në brigjet e dedit.
që në ditën e parë të ngrohtë, ai vrapoi me gëzim për të luajtur në po atë kopsht të gjelbër që ndodhej prapa shtëpisë së tij të dashur. I vogli ishte absolutisht i lumtur dhe përsëri i pakujdesshëm, por ndonjëherë një trishtim i lehtë dhe i ndritshëm i prekte zemrën. Në momente të tilla të qeta, ai e kujtonte ngrohtësisht mikun e tij të vjetër prej plushi, të cilin e kishte humbur aq papritur vjeshtën e kaluar. Koha i shëronte plagët, por kujtimi i mirë i mbeti atij përgjithmonë. Pranvera u kthye në kopsht dhe së bashku me të u kthye e qeshura, por tani ishte e qeshura e një djali, i cili ishte bërë pak më i madh dhe më i mençur. Papritur nga shkuret e dendurat të gjelbra, doli pa zhurmë një lepur i egër jashtëzakonisht i bukur, me një lëkurë jashtëzakonisht të butë dhe me gëzof. Ndryshe nga kafshët e zakonshme të ndrojtura të pylit, ai nuk u friksua as pak dhe nuk i ku kur pa njeriun. Kafsha e vogël ngriu në vend dhe e shikoi djalin gjatë dhe me shumë vëmendje, me sytë e tij të zgjuar dhe aq të njohur e të dhimbshëm. Gjali gjithashtu ngriu në habi, pa ja ndarë sytë këtij miku të mrekullueshëm të pylit. Në zemrën e tij lëvizi papritur një ndjenjë çuditshme. Atij ju duk papritur e papërmbajtshme, sikur e njihte shumë mirë këtë kafshë të egër, sikur kishin qenë të afërt gjatë gjithë jetës. Ky ishte një dialog i mrekullueshëm, i heshtur mes dy shpirtrave të afërt. Në këtë vështrim të gjatë nuk ishte frikë, vetëm një përshëndetje dhe një gëzim i heshtur për takimin e dy miqve të vjetër, të cilët i kishte ndryshuar koha. Oh, pshertiu me gëzim gjali. Ky lepur i bukur pylli është tamam si ai prej plushi vjetër, i cili humbi aq papritur. Ai nuk po i njihte mikun e tij me mendje, por zemra e tij e mirë dhe e hapur ndjente qartë ngrohtësinë e njohur dhe të afërt. Lepuri i vërtet, duke dëgjuar zërin e kumbueshëm të pronarit të tij të dashur, bëri një kërcim të lartë lamtumire. Ai ishte absolutisht i lumtur që djali e mbante ende mend. Pas kësaj, ai vrapoi me shpejtësi në thelsinë e gjelbër të pyllit, drejt jetës së tij të re, të mrekullueshme dhe krejtësisht të vërtetë. Dashuria e vërtet nuk zhduket kur pa lënë gjurmë. Ajo vetëm kalon në mënyrë magjike në një formë krejtësisht tjetër, dhe gjithçka që kemi dashur dikur sinqerisht, bëhet përgjithmonë një pjesë e pandashme e jona. Ai ikte në pyll, duke marrë me vete dashurinë që e bëri atë të vërtet dhe duke i lënë djalit një kujtim që do ta ngrohte atë gjatë gjithë jetës.